Mëngjesi në Matagoj në rrezet e diellit dhe shënjoi një ditë të veçantë në pritje të një njeriu që ka ditur ndër vite të dhurojë mirësi në aspektin profesional, ashtu edhe në atë human. Në Pallatin e Kulturës në Burrel do të prezantohet dokumentari kushtuar figurës së Dr. Sali Kurtit, si edhe do të promovohet libri më i fundit kushtuar figurës së tij. Ashtu me qetësinë që transmeton për kujdesje për çdo që e rrethon, ai shfaqet me thjeshtësi. I shoqëruar nga bashkëshortja Iqbale, doktori i njohur stomatolog, jep shtrëngimet e para të duarve nga qytetarët dhe personalitetet e Burrelit. Ata u bën dëshmitar të një aktiviteti fantastik, organizuar bukur dhe me hijeshi. Të nderuar zonja dhe zotëri, i nderuar nën prefekti Me moderimin e tij, gazetari Dëfrimet Hasani prezantoi nisjen e ngjarjes ku të pranishëm ishin njerëz nga të gjitha fushat. I nderuar njeriu simbol i mirësisë. Zëra i Timurit punon vetëm për të mirën e Matit dhe çdo shqiptar. Doktor Sali Kurti, qytetar nderi i Matit, mjeshtër i Matit, ikonë e stomatologjisë shqiptare. Doktor Sali Kurti, jam i lumtur që vin qytetin tënd, në këtë qytet që ti e ke si shtëpia jote, në këtë qytet që ti punon dhe mendon gjithmonë për të, për këta njerëz. Ndaj sot do të dëshiroja satën plot, sepse zemra jote ka qenë gjithmonë plot. Si gjithnjë në të tilla organizime, himni kombëtar ishte lejtmotivi i parë që zgjoi krenarinë kombëtare. Dokumentar shumë të bukur që ne do ta shijojmë, duke marrë momentet më të rëndësishme të jetës. Ka përcjellur 20 minuta këtë dokumentar, jeta dhe vepra e Sali Kurtit. Më pas erdhi momenti shumë pritur. Në projektorin e Pallatit të Kulturës u shfaq promovimi i mini dokumentarit realizuar në nder të figurës së Dr. Sali Kurtit. Ky realizim paraqiti rrugëtimin e tij që nga fëmijëria e vështirësive dhe sakrificave e deri tek arritja e suksesit, duke nxjerrë në pa forcën e individit, dinjitetin dhe humanizmin e çdo hapi të hedhur në historinë e tij motivuese. Dokumentari u prit me emocion dhe vlerësime nga të pranishmit, të cilët panë në detaje personalitetin e një njeriu që gjithçka e ka të lidhur me vendlindjen, Matin. E presim me duar trofitje. Edhe Jolanda Lila, më lejo të komplimentoj. Në ritmin e fjalëve të përzgjedhura, redaktoria e librit Jolanda Lila përshkroi rrugëtimin e realizimit të librit Sali Kurti, ikonë e stomatologjisë shqiptare. Drejtësia kryesore e librit të profesor Pysukës është pikërisht fakti që veç jetës së profesorit, ai ka arritur të grumbullojë dhe të gjitha shkrimet ose një pjesë të mirë të shkrimeve vlerësimeve që janë bërë për profesorit, që është një punë shumë e madhe në aspektin sistematizues, por edhe dokumentues. Prandaj urime profesor Kandila. Nëse më lejoni shumë shkurtimisht, do të përpiqem që të them edhe dy fjalë të tjera për librin, ku qëndron veçoria dhe veçanësia e këtij libri për gjithë që në pasë nuk kemi pasur mundësinë ta lexojmë deri në këto momente. Libri ka një strukturë
shumë logjike, kronologjike, sepse fillimisht flitet për jetën e profesorit, por flitet në mënyrë të përmbledhur dhe sintetizuese me logjik, sepse përderisa ekzistojnë dy libra të tjerë biografik që trajtojnë në detaj jetën e tij, autori është ndalur në stacionet kryesore të jetës së profesorit dhe ka paraqitur me shumë kujdes. E presim me dorë rogitin e kolosin e artit matjan, e Satruka, mjeshtër i madh. Salikurti të uroj një shëndet të mirë, të uroj mbarësi në familjen tënde të mrekullueshme, të uroj të ndjesh respektin e gjithë atij kontributi që ke bërë një jetë të tërë. Në skenë, zëri kumbues i muzikës matjane e Satruka, me forcë e intonacion solli këngën kushtuar figurës së Salikurtit në notat e muzikës tradicionale. Joni është në prefekti i Qarkut Dibër, zoti Hasan Pasha, dhe kryetari i Këshillit Bashkiak, zonja Amila Stafasani, të cilët dua të ftoj në skenë për të bërë një përshëndetje. E kam cituar, e kam mbështetur, e kam promovuar si një figurë fisnike, një njeri bujar, human, zemërmirë, një familjar i devotshëm dhe një njeri i përkryer. Uroj shëndet, Sali, jetë gjatë dhe mbarësi. Të ftuarit special surprizuan jo pak Salikurtin me fjalimet e tyre. Kryetarja e Këshillit Bashkiak të Qarkut Dibër, krahas fjalëve të veçanta për doktor Salikurtin, kishte përgatitur edhe një poezi të veçantë. E para njerë për profesionalizmin e tij dhe e dyta e përgëzoj që ka tentuar në një fushë cila nuk është profesioni i tij, por shkopi i tij, shkrimi. Për të lënë diçka të përjetshme, të shkruara që ndronin fjalët e merrera për popull. Duhet të jeni mirënjohës sepse ju ka mësuar si të jeni lumtur. Dhe jo gjithë nënat din ta bëjnë këtë gjë. Pse e them këtë? Nuk është i lumtur dikush që ka pasuri. As dikush që ka dije shumë. I lumtur është ai që di t'i ndaj gjërat me të tjerët. Dhe këtë më së miri di ta bëj doktori. Rrugtimin sot nga Tirana e bëra me një mik të ngushtë të doktorit, një pentar që i them unë, ai që ka gjendur këto vitet e fundit më shumë shkrime se kushdo tjetër për doktorin, madje në 2 librat e tij e ka portretizuar aq bukur ndaj që ëmbën këtë figurë madhështore të matjanit mbar shqiptar, ashtu siç thot Ditoro Agomi, që kohmi shqiptar fillon nga mati. Edhe kjo është gjë e madhe. Halil Rama, mjeshtër i madh, qytetar i Bulqizës, njeri ambasador për paqe, njeri me shumë kontribute, 33 libra të botuar, vjen sot në këtë skenë për të përshëndetur doktorin dhe gjithë matjanët dhe gjithë miqtë e matit që janë sot këtu të doktorit. Zoti Ali, mikrofoni është për ju. Të nderuar miq, zonja e zotrinj. 2 vjet më parë ne do t'i gëzoheshim titullit nderi i klubit Pjetër Brudi që u dha doktorit. Unë sot vi me kënaqësinë sepse shoh të realizuar, të jetësuar projektin që presidenti i këtij klubi nisi që para 2 vjetësh, shkrimtari i mirënjohur Hamdi Suka, duke na sjellë sot të libër kaq të bukur kushtuar doktorit. Siç e thonë të frimi, unë e kam patur personazh të 3 librave të mi. Të fitosh titullin e ri, Dibra dhe Dibrana në patronin e vlerave dhe zëra bashkohor. Po jo vetëm në libra. Për doktorin sa herë takova të frymësohem dhe kam shkruar për të në gazetën Panorama më e madhe e përditshme shqiptare, në letraren kulturore nacional e në disa portale, sepse jam vlen të shkruash, jam vlen të promovosh një personalitet si Salikurti. Në sytë e doktor Salikurtit lexoi qartë respekti i njerëzve të vendlindjes në ritmin e muzikës së bukur matjane.
Behar Nelit, një nga simbolet e muzikës tradicionale shqiptare, pushtoi sallën. Jehona e tingujve të instrumentit unik zgjoi shpirtin e krenarisë shqiptare tek spektatorët. Përballë meje është në krah të doktorit, njeriu që na mblodhi sot, autori i librit Hamdi Hysuka, i cili ka realizuar portretin e bukur të doktorit në një kënd tjetër, sepse tanë janë bërë libra të tjerë. Faleminderit që na ndove Hamdi, të uroj suksese paraprakisht për këtë libër dhe ne dua konvitin e publikut të ftoj të listë ske. Nuk mund të mungonte edhe Hamdi Hysuka, autori i librit i cili gjithashtu shprehu vlerësimin e tij për figurën e doktorit. Medaljen në qarkullim të librit tim, Doktor Sali Kurti, ikonë e stomatologjisë shqiptare, ndjeva dhe ndjej emocion dhe përgjegjësi të veçantë shpirtërore. Kjo vepër nuk është thjesht një biografi, por një përpjekje e sinqertë për të sjellë para lexuesit jetën dhe veprën e një njeriu që ka shërbyer shoqërisë me ndjenjë, përkushtim dhe humanizëm të rrallë. Poetja Vilma Lika nga Karica kishte përgatitur disa fjalë zemre për Sali Kurtin. Familja në të cilën unë mësëroj është lindur dhe rritur me doktorin dhe vëllain të afërmit të tij. Impaktin më njerëzor, më të thjeshtë dhe më fisnik, doktori ma ka dhënë që në takimin e parë, kur unë e kam takuar në klinikën e tij, me një staf të mrekullueshëm me të cilin ai punon, dhe unë i përshëndes nga zemra. Shkrimtari, gazetari Zef Shtjefni me natyrshmëri solli në pa disa eksperienca me doktor Saliun që evidentoni natyrën e një njeriu të rrallë. Kur shikoja, kur dëgjoja jetën e doktorit, ore unë e dëfrimi e kena pas njësoj të varë hërmat, varë zeluli vocëri miqeri dhe këtë pas dhe atje. Dhe kjo e ka bo doktorin kyqasht, vujtje. Faik Gjani përshëndeti në mënyrën e shpejtë dhe thelbësore doktor Sali Kurtin. Shtëpia e Sali Kurtit në Murren u bë shtëpia mbarkombëtare. Njerëzit në sallë donin të thonin diçka për njeriun që i kishte mbledhur këtë ditë. Ata sollën histori humane që ngritën edhe më shumë vlerat e Sali Kurtit si njeri me botë të madhe. Por kemi një tjetër personalitet që unë mund ta quaj që universitet me vete, Sali Kurti. Faleminderit për atë që ke bërë, që dhënë dhe me gjitha për dashurinë pa kushte. Dhe të falenderoj shumë dhe jam shumë krenar për ty gjithmonë. Sukseset të teshme, jetë të gjatë dhe qofshi i nderuar, bashkë me familje. Nga do dorëzoja me gazeta. Okej. Të mrekullueshëm dhe shumë të madh nga gjithë ne për kontributin që ke dhënë edhe për Altin, Batën, Kulturës, ansamblin. Mbështetje brenda dhe jashtë vendit gjithmonë. Dhe urojm shëndet, jetë të gjatë dhe sa më shumë arritje për ju dhe familjen tuaj. Faleminderit. Kënga në shoqërimin e orkestrinës së valltarëve i dha ritëm kësaj dite. Personeli i klinikës Mat Dental udhëhequr nga doktori u ngjitën në skenë në ritmin e duar trokitjeve dhe vlerësimeve të shumta. Premtojmë me tërë forcën time që do bëj gjithçka të mirë e gjithçka të mundur për popullin e madh të përgjithë shqiptar. Por doktor Sali Kurti nuk mund të qëndronte pa falënderuar, ku nuk mbeti asnjë pranishëm pa u përkëdhelur nga fjalët e tij përshëndetëse. Ndërkohë, në mënyrë veçantë duhet të falenderoj atë që u bë sebeb që na mblodhi. Për mua sebebshiu sot është profesor Hamdi Hysuka. Që ka bërë atë libër që ju e keni përdorur dhe jam mirënjohës për jetë sepse
ka bërë një përmbledhje tjetër time dhe është një kujtim shumë i bukur për mua dhe për pasardhësit e mi. Faleminderit shumë. Pashtu, duhet falenderoj shumë profesoreshën Jolanda Lila, redaktore e këtij libri, që është për mua profesoresha është një yll në ngjitje, pse në moshën e saj mati nuk ka pasur kurrë një profesore me titull profesore në këtë moshë. Pra, kjo ka arritur këtu ku është, me punën e saj ka ngulse, me vullnetin e saj, dhe është një shembull frymëzimi për të gjithë intelektualët e rinë madjanë. Mbas saj, duhet të falenderoj PAMAS, pavarësisht se sot nuk jenë këtu. Ato që kanë drejtuar pushtetin dhe drejtojnë pushtetin vendor të këtij vendi, Agron Malën dhe Altin Bojni. Agron Mala, gjatë gjithë kohës që ka qenë kryetar bashkie, unë kam gjetë mbështetjen të Agronit dhe falenderoj PAMAS. Po ashtu dhe ke Altini, por më gëzon shumë fakti që si Agroni, që nga kryetar bashkie u bë deputet, edhe e la detyrë pasardhësit të tij Altin Bojni, këto janë të dy një rrugë, janë atë rrugë që ne bëjnë matin shumë të dashur. Çdo ditë na kënaqim, gëzohemi kur kalojmë për mat, kur kalojmë për fshatra, përveç tjera, e kanë bërë rrugët me asfalt të zi kudo, shkon Matsugut me asfalt e jashtëzakonshme, shkon Mat Karizës me asfalt e paparashikuar. Pra kanë bërë dhe po bëjnë një punë të jashtëzakonshme për matin, e ne bëjnë çdo ditë e më të dashur vendin tonë të dashur matin. I falenderoj shumë. Falenderoj PAMAS, pjesëmarrësit pushtetit vendor. Ndofta në prefektin Hasan Pashën, edhe kryetarin e Këshillit Bashkiak Zojnë Anila Stavasani, të cilët më kanë respektuar shumë mirë pjesëmarrjen e tyre dhe u jam mirënjohës për jetë. Shumë falenderoj. Po ashtu, ju jeni të gjithë për falenderuar, por falenderoj Edmond Supen që na kompletoi pjesën në atë aktivitetin me dokumentarin e tij. Po ashtu falenderoj moderatorin që na bëni këtë aktivitet Deprime Lesani, që na bëni këtë aktivitet shumë të dashur për gjithë. Falenderoj pastaj PAMAS, njerëz që kanë lënë sot punën, falenderoj Zer Shtjetin që ka lënë punën, që ka një ngarkesë të jashtëzakonshme, por në respekt tonë ka lënë punën, ka marrë mundimin, ka sot tu për na vlerësuar dhe për na gëzuar ne. Falenderoj profesorin Teki Kurti, i cili profesor shumë i nderuar dhe është një që edhe ai ka lënë punën atje, ka lënë shumë punë për ta sot tu, por ka për ta nderuar me pjesëmarrjen e tij. Kam një falenderim për Mat Dentalin, për klinikën Mat Dental. Sot janë pak pjesëmarrë, por në sajt e këtyre, të kësaj rinie që është shkëlqyer sy, në sajt tyre unë jam sot. Kryesisht. Po ashtu kam një falenderim për familjen time, për Iqbalën, për fëmijët e mi dhe të cilët natyrisht pa mbështetjen e këtyre nuk do ishin asnjë. Faleminderit. Edhe një herë, falenderim për gjithë ju, Zoti u rregjidhe, Zoti u bekogjidhe dhe u du me shpirt të gjithë. Kështu, në ritmin e këngës patriotike, ku në qendër ishte Sali Kurti, u mbyll me sukses ky organizim i veçantë.
se ka me haru, Sali Kurti të një kushtim, e kam rujt me ja këndu. I u rrite me shumë hale, si fëmi pa fëmini. Më pas të pranishmëve ju rezervua dreka e përgatitur në një nga lokalet më të mira të qytetit, me pamjen e bukur të luginës së matit, atmosfera ngjante një dasme të madhe. Te këtu nuk munguan fjalimet dhe përshëndetjet e shumta nga personalitetet e ardhur nga e gjithë Shqipëria e deri nga Ukraina. Ky është Muharrem Poçi, një trokitje për të drejt më të mirë që ka Sali Kurti dhe një nga djetët më të mirë të matit. Ju përshëndes gjithë për ju që jeni pjesëmarrës në këtë takim. Unë natyrisht jam shumë i privilegjuar që jam dhëndri doktorit dhe inxhinjeres. Kam qenë vërtet të shumë hap se jam bërë pjesë e familjes tyre. Ku familje jashtëzakonshme me shpirt të madh, shumë bujar, shumë të dashur. Edhe kur kam shkuar në familjen e tyre, është një lloj sigur të futesh në një det pa ditë dot edhe t'ia dalësh. Unë i uroj doktorit gjithë të mira, i uroj familjarisht Saliut dhe gjithë njerëzve që jeni këtu, ta kaloni sa më bukur e gjithmonë zinet të shihemi bashkë me jetën. Në mirë pafshim. Faleminderit Muharrem. Stomatologjisht shqiptare, një përmburja me pojdosi kërot, por do të thosha me Sali Kurti muslimati. Gjonova së tepërmi, ku shfaq dokumentari për bashkëshortin tim Sali Kurti. Njëkohësisht emocionova më shumë nga komentet që u bën rreth të ditën Sali Kurti ikone e stomatologjisë shqiptare. Është familja më nderuar e miqve që ka marrëdhënie dhe mëson. Bravo. Saliu bashkë me Ampliu, Liria bashkë me Iqbalin, janë njerëz kaq të shkëlqyer, saqë sot nëpërmjet atij momenti të veçantë që na sollën në dokumentarin, na sollën prindrit dhe motrën e tyre, pra prum dashurinë, rutësinë, këshillat, dhe ato sot jetojnë përsëri mes tyre, mes fëmijëve të tyre dhe nipërve dhe mbesave të tyre. Kjo ishte veçanta më e jashtëzakonshme që unë përjetova si emocion. Dhe e dyta, ajo që kanë lënë kjo familje, sot sapo bëra urimin, për mbesën e Saliut dhe të Iqbalit, Oren që u diplomuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kodën e Muharremit. Pra, kur ti e sjell nga legjenda dhe ruan përjetësisht dashurinë e prindërve dhe u transmeton fëmijëve, nipërve dhe mbesave, kjo është dashuria më e madhe që na mblodhi në këtë familje të madhe, familja Kurti në Mati. Faleminderit gjithë dhe jetë gjatë doktor, jetë gjatë Iqbale, rrofshi dhe gëzofshi fëmijët, nipërit dhe mbesat tuaja. Dhe ju uroj shumë suksese, të gjithë në Saliun, uroj jetë të gjatë, ju uroj bashkësi. Faleminderit Amti, lumë Saliu për ty e lumë ti për Saliu. Lumë ju për një tjetër. Faleminderit Saliu për të organizim që ka bërë. Ju uroj suksese në përgjithshme edhe jetë gjatë. Bravo. Doktor Sali Kurti preku sërish dashurinë e qytetit të tij, ku respekti dhe vlerësimet ndoqën njëri tjetrin në këtë ditë të veçantë për nga organizimi dhe vlerat që mbarte. Po, kur u martova shkuan tani në Kurti, thoshte do vini Salajmat. I thoja unë se pse vi Salajmat? Në fakt, sot vërtetohet që ti je Salajmat. Dua të jem këtu se mrekullia është këtu, dua të jem këtu se këtu është paqja. Në çdo hap që bëj, në çdo frymë që marr, dua të jem këtu me lotin e parë. Faleminderit.